Mirëmbrëma demokrat, mirëmbrëma të nderuar miq, ju falenderit shumë edhe Lezha po e tregon që kjo punë ka marrë rrugën e vet dhe do t'i shkojmë deri në fund pas që diskutim. Mirëmbrëma vendit të historisë, qëndresës dhe dinjitetit shqiptar, mirëmbrëma Lezhës, Kurbinit edhe Mirditës. Mirëmbrëma të gjithë qytetarëve, mirëditor dhe malsorëve që mbajnë në sube jo vetëm kujtesën kombëtare, por edhe barrën e rëndë politike të këtyre 13 viteve opozitarizëm. Ju falenderoj nga zemra për këtë pritje të jashtëzakonshme, për këtë energji, për këtë prani që na nderon sonte. Na jep besim, jep shpresë çdo demokrati, na jep frymë dhe qëndres për të dhënë gjithçka, për të shkuar deri në fund kësaj nisme. Për të mos ndalur në asnjë moment takimet tona me demokratët në çdo skaj të Shqipërisë, të cilat kanë qëllimin e vetëm që nuk do të lodhem së përsërituri në çdo sallë dhe në çdo takim. Ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, ta bëjmë fituese. Të bashkojmë demokratët të gjithë, pas që dallim, të cilët dërgjen prej 13 vitesh në opozit, të lejmë pas ndasit, të bashkojmë popullin opozitar rreth Partisë Demokratike dhe të bëjmë të mundur rotacionin, të respektojmë mendimet e njëri tjetrit, të bashkohemi si bashkëudhëtar të këtij udhëtimi politik të lodhshëm, por që në fund të ditës do të na bëjë secilit prej nesh krenar. Na bën krenar pasi kemi qëndruar përballë qeverisë më banale, më të paaftë dhe më të korruptuar në historinë e Shqipërisë. Të dashur miq, kam marrë këto ditë me qindra mesazhe nga demokratë, nga qytetarë të lirë, nga drejtues dhe aktivistë opozitës nga e gjithë Shqipëria. Por duhet ta them hapur, ajo që po ndos sot në Lezhë ka një peshë të veçantë, salla e mbushur plot, e mbushur dhe njerëzit që vazhdojnë vinë dhe vinë, ka një peshë të veçantë për të treguar që demokratët duan ndryshim, që opozitarët duan ndryshim, që Shqipëria do ndryshim. Demokratët e Lezhës, si demokratët në gjithë Shqipërinë, i kanë provuar të gjitha në këto 13 vite, të gjithë fajet e qeverisë, por po ashtu dhe peshën e gabimeve të lidershipit të Partisë Demokratike. Faljen e pushtetit lokal, largime nga puna, presion, dhunë, përjashtim, varfërim, mos mirënjohje, hakmarrje nga shteti dhe fatkeqësisht braktisje nga lidershipi. Demokratët e Lezhës kanë mbajtur barrën e një opozite të vështirë, shpeshherë të pabarabartë, shpeshherë të padrejtë, por nuk e kanë ulur kokën asnjëherë dhe qarku i Lezhës doli fitues për Partinë Demokratike në këtë zgjedhje. Jeni ju dhe demokratët që kanë mbajtur gjallë strukturat, frymën që kanë mbajtur gjallë shpresën për demokratët në gjithë Shqipërinë. Dhe për këtë Lezhë meriton respektin e të gjithë Partisë Demokratike, të gjithë Shqipërisë dhe opozitës shqiptare. I drejtohem me mirënjohje të thellë drejtuesve strukturave të Partisë së Degës, Lezhë, Kurbin dhe Mirdit për gjithçka kanë bërë për Partinë Demokratike. Për kurajon, për moralin tuaj të lartë, për faktin që i keni mbajtur kokën lart Partisë Demokratike dhe në ditët më të vështira. Mirë po të dashur miq, pavarësisht sakrificës së demokratëve, pavarësisht skandaleve të përditshme të qeverisë, ne jemi ende në opozit. Kemi humbur zgjedhjet, apo na i kanë vjedhë zgjedhjet më thellë se herët e tjera, dhe për këtë ne duhet të flasim hapur. Kush e ka përgjegjësinë për vjedhjen e zgjedhjeve në mënyrë të përsëritur? Kush e ka fajin për listat e Partisë Demokratike? Kush e ka fajin për humbjet që sfidojnë edhe matematikën në disa qarqe për Partinë Demokratike? Kush e ka fajin që humbsat promovohen dhe demokratët që luftojnë dërgjen në opozit? A mund të ecim ne përpara më në këto kushte, duke ditur brenda nesh se kush është zgjidhja dhe çfarë do të ndodhë nëse nuk ndryshojmë kurs,
nëse nuk vendosim parime, nëse nuk e çlirojmë potencialin e jashtëzakonshëm të demokratëve, që po e tregojnë si sot nga Lezhë në çdo cep të Shqipërisë, që potenciali është i jashtëzakonshëm. A ja vlen ne të ecim qorrazi mbas humbjeve, sepse të gjithë janë të bindur. Ne do humbim apo do na i vjedhin zgjedhjet, është e njëjtë gjë. Nëse nuk reagojmë, ne nuk mund të vazhdojmë dhe të vijojmë ta gënjejmë veten. Unë e them me bindje që ne duhet i themi jo dhe jo kësaj politike ku ne vetëm qajemi. Sepse duhet parë që ndasit janë një prej arsyeve, sepse Partia Demokratike nuk e del. Guximi për të thënë marrëzira është një arsye tjetër. E keni dëgjuar se si krijojnë armiq imagjinar, se si krijojnë dhe revolucione imagjinare. Këto të gjitha janë një gafë e rëndë e cila shpreh një papërgjegjshmëri historike të leadershipit të Partisë Demokratike ndaj votuesve opozitar dhe ndaj të gjithë shqiptarëve që presin rotacionin në Shqipëri. Kemi 13 vite që themi Edi Rama dorëzohet mbas një muaji. Thonë që Edi Rama nuk mundet me zgjedhje duke demotivuar votuesin dhe ndërkohë e thonë edhe në një qark si Lezhë që e ka mundur Edi Ramën. Thonë që duhet bashkohemi dhe sjellin përçarje. Thonë që do hapemi, pasaj thonë nuk na duhen as këta që kemi. Duhet qajmë ne sa herë na mund Edi Rama? Miq, patjetër që jo. Ne kemi një përgjegjësi historike për të punuar natë e ditë për rotacionin. Shqiptarët dhe demokratët do na urrejnë të gjithë ne që drejtojmë Partinë Demokratike nëse PD nuk bën të mundur rotacionin dhe ndryshimin. Pa diskutim, me vot, pa diskutim, me ndihmën e drejtësisë, pa diskutim, me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Britanisë së Madhe, të Bashkimit Evropian. Por leadershipi PD-s nuk po zgjohet ende pavarësisht takimeve masive që ne po bëjmë në çdo qark. Dhe ky është një problem që ne duhet ta themi, apo jo? Sepse I keni dëgjuar që guximi për thënë marrëzira I ka çuar deri aty, që çfarë nuk thonë për demokratët e jashtëzakonshëm që mbushin sallat në çdo cep të Shqipërisë dhe që kërkojnë që Partia Demokratike të jetë fituese. Çfarë nuk po thonë edhe për mua? Nuk e gjë. Mos u mërzisni. Njerëzit e trembur nga humbja e privilegjeve të pushtetit të opozitës, çfarë nuk do thonë? Flet frika të dashur miq, dhe jo arsyeja e tyre. Por një gjë do ja u them. Unë jam lindur në Partinë Demokratike. Nuk kam qenë ndonjëherë as Partinë e Punës, as kam ikur ndonjëherë në Partinë Demokratike, kam qenë në opozit gjithkohon me Partinë Demokratike, prej Partisë Demokratike në opozit me qeverinë. Familja ime dhe unë personalisht kemi marrë vetëm kosto nga opozita. As tendera, as lej, as një të punësuar në shtet. Nuk kam unë as një familjar, as një pas mbesa, as familjar të punësuar në administratën e Partisë Socialiste, edhe as familjar që fuqizohen ekonomikisht prej qeverisë Partisë Socialiste. Edhe këtu e kam një pyetje të sinqert për leadershipin që tha që opozita është e vështirë. Opozita është e vështirë dhe e di cili do prej jush në kësall, e di cili do prej 500.000 opozitarve, e di cili do prej 3 milion shqiptarve, por pyetja ime është e sinqert. A e ndjen opozitarizmin të nderuar miq dhe të nderuar demokrat, njerëz të cilët kanë 35 vite që paguhen me rrogë për shkak të sakrificave të demokratëve, që paguhen për shkak të përballjeve të demokratëve me regjimin. Dhe po ja u them qartësisht, për cilin do që e gënjen mendja, unë nuk krijoj forcë tjetër politike. Shtëpia ime politike është Partia Demokratike. Partinë Demokratike do ta ndryshojmë. Partinë Demokratike do ta bëjmë fituese. Dhe të nderuar miq, shqetësimi në Partinë Demokratike nuk është për mira demokratë që po flasin.
Shqetësimi i Partisë Demokratike është se si 5 fantastikët që rrinë aty në leadership nuk i dëgjojnë shqetësimet e Partisë Demokratike, nuk i dëgjojnë shqetësimet e demokratëve. Shqetësim nuk janë ata që flasen, por ata që nuk po dëgjojnë. Shqetësim nuk është demokrati thjesht, por është leadershipi që drejton demokratët. Shqetësim nuk është pse mblidhemi ne nga sallat dhe sallë më shumë, nga salla më sallë më tepër. Shqetësim janë pse leadershipi i Partisë Demokratike është braktisur dhe shkon me gjysmë salla në përtakime. Shqetësim, të nderuar miq, nuk janë idetë tona. Shqetësim janë mungesa e ideve të tyre që po i braktisin demokratët. Shqetësim, të nderuar miq, nuk ka dhe nuk është për Partinë Demokratike askush prej demokratëve dhe qytetarëve që kërkojnë fitore. Shqetësim janë humbsat që kërkojnë ta mbajnë Partinë Demokratike në stagnacion, në status quo, ashtu siç e do Edi Rama. Shqetësim nuk janë demokratët që reagojnë. Shqetësim janë ata që justifikojnë nga zgjedhja në zgjedhje humbjet. Shqetësim nuk jemi ne që kërkojnë fitore, shqetësim janë ata që janë pajtuar me humbjen. Ata që duan të përjashtojnë demokratët se nuk duan të japin llogari. Dhe jo ne që duan të përjashtojmë Edi Ramën duke i kërkuar llogari për këtë qeverisjen, për shkretimin, për varfërinë, për papërgjegjshmërinë, për korrupsionin që ka mbytur Shqipërinë. Ne kërkojmë zgjidhje, fatkeqësisht leadershipi jon kërkon privilegje. Por ne do ta ndryshojmë miq, do ta ndryshojmë në Partinë Demokratike, do ta ndryshojmë me Partinë Demokratike. Asnjë nuk na largone. Asnjë forcë përveç forcës që vjen nga vota, që vjen nga demokratët, që vjen nga mbështetja. Të nderuar miq, ç'është ky leadership që kërkon të bëhet tigër me demokratët edhe mace me qeverinë? Ç'është ky leadership që kërkon të përjashtojë antarësinë? Cilën antarësi, ata që kanë sakrifikuar për 13 vite me radhë gjithçka? Antarësia përjashton leadershipin me votë. Jo e kundërta, leadershipi të përjashtojë qeverinë. Dhe ndërkohë që kërkojmë të largojmë Edi Ramën, leadershipi i Partisë Demokratike bën sikur sillet si tigër me demokratët dhe ndërkohë pas çdo parëzgjedhjeve bën miau 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 përballë qeverisë. Ç'është kjo miau miau? Demokratët janë të fortë për tu përballur. Demokratët rrinë në këmbë për tu përballur. Nuk ka forcë që e ndalon bashkimin e demokratëve në çdo cep Shqipërisë, nëse frymëzohen, nëse ju jepet mundësi, nëse vendoset në themel meritokracia. Sepse nuk ka edhe mendjet e smura e din që Edi Rama nuk mundet duke përjashtuar demokratët, por duke krijuar garë, duke krijuar votë, duke krijuar mundësit për të ecur nëpërmjet meritës. Këto duhet prevalojnë në partinë tonë. Se siç me të drejtë thoshte Schopenhauer, ai miq që ka humbur çdo shpresë, ai nuk ka asnjë frikë. Dhe në Shqipëri demokratët nuk kanë frikë, nuk kanë çfartumin. Do të bëhemi të gjithë bashkë, do të ecim përpara dhe do ta bëjmë Partinë Demokratike forcë fituese në këtë vend. Interesi im dhe interesi i çdo demokrati është Partia Demokratike të vijë në pushtet. Ndërsa këta kanë interes të sulmojnë demokratët që kërkojnë që Partia Demokratike të vijë në pushtet. Po pse sulmojnë ta më shumë demokratët se sa Ramën? Dini gjë ju? Sepse ne në fakt e dim, ne po na gjykojnë ata që humbin çdo palëzjedhje. Jo për atë që po bëjmë, por se jemi ndryshe. Ne jemi fitues. Ne kemi nervin e demokratëve, ne themi të vërtetën, ne kemi guximin për të ndryshuar. Prandaj miq, askush nuk na largon dot nga Partia Demokratike. Sepse ne kemi pyetjen e thjeshtë. Çfarë ju pengon të nderuar pesja fantastike e leadershipit që
ta bëjmë Partinë Demokratike fituese. Çfarë pengu keni që nuk e lini Partinë Demokratike, që të shpërthej me energjinë e demokratëve, që të shpërthej me të gjithë popullin për të larguar qeverinë e Edi Ramës. Sepse leadershipi është në pushtetin e opozitës. Por në vend që të përdoret pushteti për të shkatruar Partinë Demokratike dhe Demokratët, duhet përdorur pushteti për të larguar qeverinë e Edi Ramës. Sepse të nderuar miq, kjo puna e përjashtimeve ka vetëm një element. Nuk përjashtohet njeri për mendim ndryshe. Partia Demokratike është demokratizuar edhe me statut. E statuti, në fakt, të largon vetëm për një arsye, jo nga partia. Të largon nga leadershipi nëse u mbet zgjedhjet. Partia Demokratike duhet dhe ka fuqinë për të përfshirë njerëz të rinj. Mos u shqetësoni nga zërat që akuzojnë demokratët mbas 13 vitesh opozit. Ata nuk e din çfarë është sakrifica, cili do që mund të dalë. Ata nuk e din çfarë është të qëndrosh pa pushtet, të qëndrosh pa favore, pa mbështetje shtetërore dhe të qëndrosh kauzave deri në fund pavarësisht kostove personale që mund të mbash. Ne e kemi një mision të madh të gjithë në çdo cep të Shqipërisë. Të rrëzojmë të qeveritë të degraduar, t'i dalim zot njerëzve, të ndërtojmë një politikë tjetër, më njerëzore, më të ndershme, më përfaqësuese. Larg armiqve imagjinar, larg kriminalizimit të institucioneve, larg korrupsionit, larg një politike që e ka humbur lidhjen me qytetarën dhe me njerëzit. Sepse sot Shqipëria po kalon një nga periudhat më të vështira të 35 viteve të fundit. Degradimi i qeverisjes së Edi Ramës rëndon mbi çdo familje shqiptare, mbi të rinjt që ikin, mbi pensionistët që numërojnë qindarkat, mbi prindrit që nuk shohin të ardhme për fëmijët e tyre. Kjo nuk është më vetëm krizë politike, është një krizë shtetërore, është një krizë morale që ka pluar qeverinë e Shqipërisë. Por, miq të dashur, ndryshimi nuk vjen vetëm duke denoncuar. Ndryshimi vjen duke ndërtuar një alternativë të besueshme. Partia Demokratike ka nevojë për të rritje. Kjo nuk është dobësi. Është sinjal. Sinjal se duhet të hapemi më shumë, ne duhet të dëgjojmë më shumë, të respektojmë më shumë njerëzit dhe Partia Demokratike të kthehet në shtëpinë politike të qytetarëve shqiptarë, siç ka qenë në të kaluarën lavdi. Për gjithë qytetarët, jo vetëm për demokratët. Dhe sonde do ta rithem prap. Nga Lezhë mesazhi është i qartë. Demokratët nuk janë dorëzuar, shqiptarët nuk janë dorëzuar, Lezhë nuk është dorëzuar. Kjo sallë është mesazh për një qeveri që e ka humbur lidhjen me realitetin. Është mesazh për një sistem që po bie nën peshën e korrupsionit të vetë. Por është një mesazh edhe për ne, se njerëzit presin më shumë nga ne, nga Partia Demokratike, presin guxim, presin qartësi, presin fitore. Dhe miq, ne duhet fitojmë për të ngritur kokën Shqipërisë, për t'i dhënë frymarrje brezit ton, për të kthyer normalitetin dhe dinjitetin. Dhe të nderuar miq, duke ju falenderuar nga zemra për këtë mbrëmje frymëzuese, ju them edhe një herë faleminderit nga zemra Lezhë, faleminderit demokratë të Lezhës, qytetit qendresës dhe i dinjitetit. Dhe nga Lezhë thirrja sot është e qartë. I ftoj me zemër demokratët të bashkohemi për të shërbyer përpjekjes për ta bërë Partinë Demokratike sërish fituese. Të bashkojmë demokratët rreth saj, të bashkojmë popullin opozitar, të sjellim rotacionin. Bashkohuni me ne në këtë rrugtim pa frikë, pa ndalim. Koha e ndryshimit ka ardhur, koha e fitores tonë ka ardhur. Ne nuk do të ndalojmë asnjë moment, të gjithë bashkë do ja dalim
Ky është premtimi im para jush, para të gjithë demokratëve, para të gjithë shqiptarëve. Me këtë energji të jashtëzakonshme nga Lezhë, ju uroj të gjithëve fitore, fitore, fitore.